mbikëqyrën e vetë, ku të kini qef ju, ku të thoni ju ka më bo shpimi. Edhe ka më mot, edhe që kjo ka me shku në laborator. Që kjo rrugë ka pas mbikëqyrës edhe kompanin, edhe nuk e lona, po ju siguroj as të një lëshim me bo këto. Se ullë me keqe, se që kjo përkatune nuk ka pas. E të knasë që jenë me këtë rrugë po dhe me juve. Valloj, projekti madhë është, projekti mirë, na keni nimu shumë me këtë rrugë. Veç falenderës shumë këto. Për para, çdo sen jetu na qu. S'ka ma mirë hiq. 10 kilometra e 600 metra rrugë që lidhin disa fshatra në Vushtri janë në përfundim. Kryetari Ferit Idrizi ka dalë në inspektim dhe bashkë me kompanin që kryen mbikëqyrjen kanë marrë mostrat për analiza. Së pari u testua trashësia, e cila doli 8 cm, anipse në projekt parashije i 6 cm, e mostra u morë për analiza në laborator. Kryetari Ferit Idrizi takoi qytetarët dhe u tha se kudo që janë të interesuar mund të besojnë për të testuar trashësinë. 6 cm me projekt. Okej. Të këshyrum. Hajde të këshyrum. Hajde të motum. Zemën do pjesë. Po. Sa është trashësia në motë që të lutem? 9 cm. Ku të kanë qef qytetarë të mundu me bo shpime. Po kjo është një projekt që i përfshin Dumnicat me gjatësi 10 km e 600 metra, dhe tash është në fazën finale, do me thonë ju ka dhonë shtresa asfaltit, arsyeja pse kemi dalë këtu është me marrë disa mostra, me verifiku edhe cilësinë, po edhe trashësinë e asfaltit. E di që dje në disa rrjete sociale kanë qarkullu disa video, po ju thamë gjithë qytetarëve të Vushtrisë se ato video, ato mostra nuk jenë marrë këtu, janë marrë diku në një rrugë krejt tjetër, edhe është bo një farë montazhi. Megjithatë, jemi shumë të hapur edhe tash do shkojmë të poshtë të tjera dhe qytetarët kudo që ata vlerësojnë, na kemi me bo shpimin edhe me matë trashësinë sa centimetra, do me thonë është trashësia e asfaltit. Që ky projekt, përpos që ka menaxherin e projektit që është zyrtar komunal, është edhe inxhinieri, e ka edhe kompaninë që ka mbikëqyrë vazhdimisht zbatimin e projektit. Pra ka zero tolerancë sa i përket shmangjes e projektit edhe cilësisë. Trashësia në projekt ka qenë 6 cm asfalt, neve na dolën 8 cm. E bënë me edhe një shpim edhe manal dikunja 300-400 metra manal, tash kemi bërë dhe disa shpime. Po kudo që ka nevojë, kudo që thojnë banorët e kësaj ane, na kemi me bërë shpime. Po duhet çdo gjë me kon transparente. Po normalisht që del centimetra ma trash, sepse nuk munden saksisht me qitë 6 cm, se sigurisht edhe trulli mundet me pas, por gjithsesi ka dalë ma trash.